Po them që jemi rekord dhe kemi filluar. Ora ti ai ka bërë që kemi planet po. Odrin, ti s'do vije sot. Po lërë shqyqyqe Rashida, ajo nuk ishte disponible. Na prishi Zuri plani. gripi. Kështu fillon gjithmonë po zbiku, nuk ka një fillim dhe një mbarim, është një program që gjithmonë është në vazhdimsi dhe ka komente, ka zhurmë, ka debate, ja mirëdita dhe mirëmëngjes. Mirëdita e mirëmëngjes. Nuk e di pse jeni bërë kaq të mirë ose po ngyni më shumë. Ja, Monikën e kemi veçanërisht të bukur sot. Fillimi muaj. E ka me mu, e ka bu për mu, e ka me mu. Rregulloj pak ato fije, të rregulloj se të kapi syri direkt. Na dolën, kush kur do psohesh? Po, i ke firu fare, strimo as. Po, ajo klinika, si kishte emrin e klinika? Po, bro, pra. Ajo që ka të psohesh pra. Eteri, s'ka të falenderoj pak më. Dje ngjarja kryesore ka qenë Ishin disa, po ja, dhe faleminderit që nuk u ndërpret asnjëherë. Jo, po pse si the më kryesërisht e Dalia Limit. Jo, Dalia. Po s'ka bërë në librin tonë. Dalia e kutisë së Pandorës. Kishim kuti Pandore, mendoj dje dhe le ta nisim me atë e cila kishte një të mirë dhe një shumë të keqe. Ta lexojmë, por nuk më duket aq shumë e keqe. Ajo e keqja, prisim diçka shumë më të rëndë. Jo, Ledioni sa që ishte e keqe dhe për mua për konditat që ishte, domethënë për kushtet e tij, rrethanat që është brenda izoluar etj, sigurisht që e keqe ishte. Edhe ti thuash perverse, manjak, se po të vijemi në lëkurën e mirit. Ta kujtojmë vetëm një herë, edhe një herë për ata që kanë humbur. Hapet kutia e Pandorës, ai mira ishte që miri takon vajzën, dhe shmallet me të, dhe e keqja ishte që të dëgjoj një koment që është bërë nga babai Selinit, ku kryefjalë e komentit ishte që miri është pervers. Tani, se është në qik, unë po flas nga konditat që e njoh, e kupton? Mirin, edhe duke qenë se e kam përsëritur disa herë, jemi një brez që jemi rritur në kushte tjera, shoku për shoqen shkonte rrifeshe me një që ngacmonte këtë shoqen, kemi qenë motra brezër e ndryshe. Këto gjëra janë harruar fare, është e vërtet. Do të vi akuza direkt nga babai është përgjegjësi e madhe kur je baba. Dhe ai e përjetoi për mendimin tim fiks kështu. Domethënë në konditat e një babai që dëgjon. Po është e tepruar mendoj komenti i babait të Selin? Jo, por mendoj që edhe sjelljet e mirit lën shpesh vend për të aluduar. Tani ne duhet ta themi këtë, unë kam mbrojtur gjithmonë tezën e tij, por vend për aludime ka lënë. Me që dasa ka vend për aludime, ja po kalojmë tek pjesa e mbrojtjes së tezës tij. Po ti isha unë si miri, as falja as gjë do i kërkoja, në radhë parë do i thoja me që ka puna kështu, maj dhëm ti do kokocën tënde. Ke 23 vjeç në radhë parë. Nuk është fëmijë, a kupton, nuk i kam hyrë me zor krevat, është personi që ti dhe mesazhin shumë të fortë asaj me që po e dëgjoj mesazhin, se kam dëgjuar që kush është i tepër ti ke nga i krevat, unë nuk e quaj vetëm tepërt, ajo nuk e quaj vetëm të tepërt, kështu që ne mund të rrim të dy mirë shumë bashkë në këtë krevat. Pra është 23 vjeç, është mos e madhe vajza e tij. Jo, bile promotion është shumë e rritur. Kështu që nuk e di domethënë, po këtu prap them që miri nuk është lojtar. Monika, po pse do ta dëgjonte miri këtë koment të babait të tij në këtë pikë si një lojtare që ke qenë dhe ke ndjekur shumë dinamika. Pse i shërben lojës ky moment që ta dëgjonte? Për të nxjerrë dhe për të filluar zjarret brenda shtëpisë, të fillojnë një çik diskutime, të japin një shtysë akoma më të madhe sepse Bigu po shikohet që është pak i vakët, edhe kërkojnë ngjarje, si i thonë, të japin një shiri. Dinamika. Dhe filloi dinamika që në momentin kur doli nga dhoma, filloi Selini. Ajo që unë dua të them është që vazhdoj dhe e them nga përvoja ime, mund të jenë komplet kundër të gjithë njerëzit, por aty nganjëherë bëhen ca lidhje, bëhen shikime, bëhen përqafime, mund të puthesh, sepse janë situatat që ndjen dhe ti je komplet, domethënë nëse unë e quaj mos e normale. Unë për shembull ja thash edhe çik dje me mesazh Meridianit, e thash edhe pak këtu, edhe unë kam pas një konflikt kështu që dukesh sikur shikoti o tani do jesh me mua o s'ka. O me mua, o me asnjë. Kjo ndodh me lojtarë që nuk kanë sigurinë vetë, kanë frikë. Dhe që i duan lojtarin, e duan se duhet të kuptohet që në një lojë unë do kem një aleat, unë do ta dua Dasarën. Po mirë, po pastaj do ta dua Meridianin deri në një pikë. Ajo që mua nuk më pëlqeu shumë është që
unë e kuptoj babain e Selin, e kuptoj si prind, por duhet të kuptoj një gjë që vajza është futur aty brenda dhe do luaj. Si e rritur, si e rritur, jo, është e vaksinuar, si e rritur. Aman, Monika, shqyr që e the se na shmëndën komentet, ju jeni nëna, ju jeni vajza. Ajo është i rritur, ka marrë përsi unë ka edukuar fëmijën deri në moshën 23. Absolutisht. E mbaron edukimi jon deri në 18 vjeç. Si e kemi edukuar, si është rritur në familje, të lutem ta mbaroj. Ai vetmi gjë që unë nuk pranoj, po në mënyrë kategorik, është kur prindrit ose kur i kryqëzojnë nga jashtë dhe prindrit fillojnë dhe bëjnë këto deklarata që sikur të ishte gabim vajza e tij, ai do të ishte në krah të vajzës, sepse unë e kam thënë nga dita e parë dhe do të jem besnike deri në kësaj ditë që ajo po luan shumë bukur. Po sikur gruaja e Mirit të zgjohej një ditë që nuk e bëri në fakt dhe thoshte vajza në fjalë është afruar më shumë se ç'duhet burrit tim. Po, okay. Është e njëjta gjë. E ke pranuar. Çështja e këmbështrimit është pra, është që tash fillim, je shfutur në krevat, i jati që një mesazh shumë të qartë kush është i tepërt. Pra ti nuk je tepërt. Kush është i tepërt? Mesazhi i tjatit. Jo, ti je princeshë, mos i ka krevat. Po mesazhi i tjatit, domethënë ishte nuk e di me çfarë kuptimi mund ta marrë njeriu atë, se thotë kush është i tepërt, ti mos lëviz, kush është i tepërt, ishte për mua goditje shumë e fortë emocionale për Mirin, e përballoi Mirin. Për Mirin ishte goditje e fortë, sepse Miri ka bërë vetëm një gabim në gjithë të rrugtim deri tani lidhe me Selinin, që e deklaroj se e shoh si vajzën time. Tyre po, mu dha mundësi jemi në një lojë, po. Po nuk ishte kontrastisht edhe dalja e vajzës në ditën ditë. Ky është gabimi i Mirit që nuk i lë shumë mundësi të mbrohet në disa mënyra pastaj. Këto janë kështu, këto fraza. Këtë frazën që e shikoj se atëherë për ta mbyllur këtë pjesën e Mirit. Jo, e di se janë këto frazat që ti je aty, për shembull, nëse ti përsëri rastin tim, mbrojta Fifin dhe në një moment thash diçka për Semin, kështu është edhe kjo fraza, po ti nuk arrin dot ta kuptosh. Po nuk mund të thush edhe në prime prap live ti në emision që jo pse konta marrë sepse ti nuk mund thua që dua që goca ime të ngjaj Selin, lutem. Se Selina nuk është se ka bënë vepër mallore, ka treguar diçka që ti ngjaj. Një sekond. Unë i thash Fifi të puth dhe të dua gusha ime dhe u odh një publik i tërë, i erdhi vajza dhe nuk i tha asnjë epitet që ti e mban mend, u ngriti gjithë publiku, u diskutua gusha këtu. Po nuk është krahasim pra. Jo, pra është krahasim, sepse nga një nuk është krahasim sepse është mashkull femër, ka ne një krevat janë përkthyer Selina, ama se sa tani për kamelet se si për kamelet tani. Selin dhe Miri. Kush është më i fortë tani, Selin dhe Miri? Absolutisht është Selin. Edhe ka treguar këtë dhe kjo është një nga gjërat që të bën të dyshosh që e ka humbur fillin e lojës Miri për shkak të debolesës që ka për Selinën, por se dua ta theksoj këtë, kur flasim për ndjenja nuk flasim për perversitet dhe për manjaqllëk. E marrim një sekond që i kanë lindur disa ndjenja të sinqerta këtij djalit për Selinën. Këtij burrit që e bën mos është i burri martuar etj. Tani martuar kemi qenë të tërë, na ka ndodhur që ka kështu një pjesë e madhe. Që ka kështu? Jo, e kam fjalën që jeta është e gjatë edhe impulse dhe instinkte ka. Patjetër se jemi njerëz. Çfarë bën njeriu mos e vërtet. Çfarë bën njeriu të ndërgjegjshëm? Ndjenja e përgjegjësisë. Pastaj ai do dalë dhe do kontrollohet. Kjo e bën jo manjak fakti që kontrollon veten. Është e tepërt ajo që thamë se nuk mund t'i thuash edhe manjak goca 23 vjeç që shkon kërvati afrohet vetja e mundsi nuk i shkon. Jo, mos ojnë. Dua të kuptoj pak një dinamik tjetër që lidhet prapë me Selinën, po dhe me Mirin. Ky Gimbo ka shanse që të arrijë gjë me Selin? Mua pëlqej shumë ai. Nuk pëlqej shumë Gim, si portret, është simpatik. Është simpatik. Unë shikoj komplet ndryshe Selin. Unë Selin shikoj që do të ketë në krah një mashkull të pjekur, një mashkull që ajo është më e pjekur se Gimbo. Është më e pjekur dhe nuk e shikoj që i pëlqejnë domosdoshmë to gjestat e fëminore ose to që të pa arritura që tregojnë shpeshherë e DJ Gimbo. Nuk ka shanse pra çifti që të vazhdojë, çifti po qym nuk ka shans. Se ti mund edhe ta shfrytëzojë Selin këtë gjë tani se tani kjo puna mund luaj, po dashuri nuk ka. Miri është xheloz? E tha ai që jam, e tha në mes të prajmit. Po, okay, nuk është gjë. Po pra e tha, po ai tha për gjithçka jam xheloz.
për gjithë E valla jo, Monika tash unë nuk Po kam jo. shku me Rujdrinin që pare ose Dasar, unë jam xheloz për Dasarën kur shikoj që del më shumë se unë në televizor, po nuk shkoj me Rujt se çabo. Nga Dasara kur shkon te nga studio që- varet nga temperamenti. Se ne jemi studio 1, kur shkon te studio numër 2. Jo, po varet edhe temperamenti, ti je më i qetë, ai është më sanguin, Gjo, dikush mbyllim. tjetër nuk e mbyllim këtë E temë. mbyllim mirë Selin sepse jam shumë kurioz dhe në zi pres komentet tuaja për një çift që do shpërtej rrjetet tani kur të diskutimet. S'kemi bën. Nuk jam asun që mos qofshat, kishte qenë viti tim, kam qenë si bol, nuk kaq, atëherë po do të isha. Po jo tani. Jo, bëjeni edhe njëra të boli. Për 1, 2, 3. Unë E ga- mban ritmin boli. Ço do të Kitara si boli, kitara si Dino. Kitara është fik si propozimi, Dasara. Dëgjoj, mos më thoni që kitara, ose ço. Ama je këtu ti apo si këtu tani? Veç Ai është e boli. Ose di se kitara është fik si propozimi Mateos, fasi te nuk bie. Çfarë të themi? Iku ishte Aq burga. emocion kishte. Domethënë nuk ka shufar, a? Jo, Ka shu, e theshëm nuk ka shu fare. ja kujti, ja fytyrit të dyja. Ja. Jo, unë e kam thënë që Ja. në fillim që ata nuk kanë fare. Jo, nuk Jo, është ka e bën ata. Kastila, ne unë e O, dija ti që bëj kitar. Ti bëj një pyetje seriozisht që Dasara, Mateo- një sekond. Një pyetje Dasara, një drejt për Unë drejt. mendoj. Nëse nuk do ishte prap Mateo Brikena, për çfarë do fliste Mateo këtë prap? Okej, në rregull. Fare pra. Pavarësisht kësaj, sa ai ka qenë i zënë një çik me Të lutem se prandaj nuk ta- është marrë, prandaj nuk është marrë me dinamikat e tjera që ka me Mirin kryesisht. Po unë doja të thosha këtë tani. Mateo. Unë jam gati do ta pres. Po nuk Unë jam çu do ta fare, shikoj. Për mua Mateo qef e ka. Por, Qef e ka. por. Problemi është ftohtësia asaj qelbësira. Jo, Dasara, nuk është e problemi fundit, atje. Dasara. Ja, e para një Qef, mësoj. i sekond, se ka është shumë kjo Po, ka mirë, bëj ma, shumë. mirë, Jo, i tani. sekond të lupa, çfarë do Pra, thoya? dashuruar. Po Ai më le, sot- jo, sot as asaj që e dashuruar jo. dashuruar. Po më le pa ta marroj. Shef që unë ndesa te ky. Qef apo fiksim? Apo Dëgjoj, unë e kam Apo përmenduar. refuzim, apo refuzim. Më fal Dreni. Se maskullin kur e refuzon, i ngelet mendja. Është shumë e vështirë të kuptosh dhe unë për shembull bija në dashuri dhe më thoshin njerëzit afër, e ke fiksim atë, se heq nga mendja. Po më ç'është dashuria? Fiksim, Tash po, jo fiksim. Tash i fiksohet. Nuk e zgjidhim Ka- dot. jo, jo, jo. Fiksohet Ne shumë njeriu. gjërë. Jo, jo. Fiksohet njeriu mbas një njeriu të lutem. Dashuri është ajo që ty të ngel mendje. Po ty besoj të karasisë që ke shku, ke pus, ke flirtu dhe mrapa të nesër ke thonë hajt më vaje. Jo, Jo, Është jo, keq unë nga atë një fiksim të bolin. shikoj Jo, fiksim. jo, hiç, ha? Është fiksim. Sa merren përpara unë se të shkoj ke puthja. Jo, jo, ka fiksime, ka dhe fiksime pasaj që të smura gati që hënë pse unë nuk me erdhi, pse nuk ma ktheu përgjigjen. E di. Unë dua të them një gjë. Një djalë që të do, po që të do, Ngrije kokën. po që të do, e di që të bën me zemër. Është një zjarr vet, që kur është zjarr ai, ti kur e shikon nuk e ndalon dot zjarrin. Dëgjoj, Mateo është dem. Ti ai nuk di është- që. ai Mateo është dem. Temat janë romantik, janë budallënj në këtë pikë. Jo, jo. Majmë çik shumë. Mi pra, po Ndorim tani dot. duhet ta ndezi që ky romanticitet. Po ç'a duhet bëjë? Po Mateo? qa duhet ta... A kemi gjagura? Tani, më fal një minutë, ata kanë qenë, në një moment kanë qenë duke biseduar me njëri tjetrin. Po. Dhe ky i thoshte jo Miri, jo Mali, jo këtë, dhe kjo i thoshte, po ndryshoj një çik temën, ai rinte. Po ndryshoj pra ja tha, ndryshoj temën. po. Edhe ti thoshte dëgjoj, unë dua që ne të dy të njihemi Ore bashkë, ta të marrë ti dhe fillojmë. njërë pishin. Ta ngrej marrë, njërë, ta po, bëje, Këta ngrej. dhe ta përqafoj një. Se Shiko, gjithaj nuk ka gjë më të Që bukur ta se sa ngresh- ti vjedhësh një puthje Po, pa mendje vjedhë, po. vajzës. Qa të bëj moj? Ta vjedh, Si ti vjedhë? vjedhë një Apo Po po s'është thaj- ne Që të Brikena bëjnë të me, të po dyja, apo jo, dëgjoj, Brikena Monika. s'është ne, Brikena s'është Monika, lëviz. Monika që të bëjnë të dyja, Si dhe që dino të një trini ta shpulla. ngrej një, edhe ta puthi që thu dy, A, nuk dëgjoj, do se të do kesh të pyesja për muskul, një gjë. do të kesh byth. Dëgjoj, se dëgjoj, mirë, shumë bukur shefe. Këtë Se do ta bëjmë reels. Tani dëgjoj. Një gjë që më ka bërë shumë përshtypje që Dasara kishte reaguar, Monika nuk jam i sigurt. Ka thënë diçka Brikena për një shpull, për një çështje shpulle që nuk është ndonjë problem që Fare! të bjerë dikush në një edhe unë shpull. se pash në rrjetet Unë jam kundra sociale. personalisht kësaj deklarate, po një koment shpejt.
Po ju tha Po vdora përse e ati Që një themër të pranoj që një burr t'i fusin në një shpull. Por ju tha vdora Mateos. Në kontekstin e 7 viteve martesë me një fëmijë në mes, tash mos Si bëjmë si bëjmë specialistë të gjithë, është shumë e vështirë të gjykosh. Këto hyn tek çështje të marrëdhënies që zgjidhen edhe unë mendoj, po ky është mendimi im personal, mendoj që në përgjithësi marrëdhëniet kur fillojnë edhe humbet respekti dhe me të shara, nuk është puna të shpulla, fillon të bësh long groshe. Ke parasysh shprehjen që thon tiranësit? Dhe nëse miu kalon një herë në mustaqe dhe ti e lejon, ai e bën rrugë. Megjithatë kjo nuk do të thotë që ne tani të bëjmë gjithë si ekspertë, se jemi moralistë, gjithë si shoqëri dhe të hyjmë në një martesë ku ka një fëmijë në mes, por ta normalizuar në situatën në të cilën është në mënyrë të veçantë, Shqipëria me meshkuj shumë dominant, tani ne nuk është mirë ta prit një sekondë. Akordoje çika zemra ime se ajo zonjush Brikena nuk duron një bërtit me jo mod duro ka shpullën. Asaj kur i bërtet kujt janë rezonin beti, a mua, e jo mo shpullën. Nëse ne po flasim si faktor shpullën. Është për mua është falso Brikena aty brenda. Brikena nuk ka asnjë vërtetësi. Brikena nuk është e vërtetë në atë. Nëse është këtu, mos i lëvizi që piku dhe vetë. Më falni. Po që në momentin, që pati 2 momente, mendoj që i erdhi diçka e bukur si surprizë dhe ngeli shumë keq kur pa Mateon. A i gjeni ju këto gjëra? A i gjeni ju këto gjëra? Dhe pasaj i the dhe nuk ja bën. Më falë, dhe Gjesi se tani jemi dhe artista, jemi dhe aktori, kuptojmë, edhe kur na i thotë regjisori, në qoftë se ti e jep kështu, është distancë. Në qoftë se e jep kështu. Monika di që ta hash s'ke nevojë me të fare. E thyn bryllin i qik pa kështu, po tani ju lutem. Monika, më që po t'vi Monika kështu se pyt fare, shku direkt. Pasaj ka femra, po duash për ta vjeda. Po mirë, ti si do jepje dorën, po të i lije pak hapësirë. Ja, pa nuk e pet, po normal se ke merre ka Sara. Që unë isha gati me këpun. Ndërsa ti do ta bëje kështu. Ti ashtu ti do ta bëje kështu, do ta bëje kështu. Ti ashtu do unë gati. Po ndaj Mateu rrugë letrat e lagura, vaj, se nuk i menon të çfarë. O zot, letrat e lagura, ke letrat e lagura. Ai është djalë shumë i mirë. Është ajo që dashuruar me Mateu. Është ajo, e di ta themi tash, nuk dua ta ofendoj. Po Demi është nga ajo që e kemi shprehjen e këtu në Tiranë, paktën përgjithësi në Shqipëri, është derre si karakter. Domethënë kokë derre në kuptimin pa. Me thënë, nuk ka mundësi njeriu të jetë kaq i ngurtë, shkoj aty brenda vetëm për t'regu kush jam, kaq. Ajo ka 2 standarde në sepse ajo ka vërtet po, ka 2 standarde. 2 standarde të jetës së jashtme që ka dhe të jetës së brendshme që bën. Për çdo situatë që ndodh. Jo 2 standarde, por çdo situatë ka 2 standarde, se ke 2 standarde për çdo gjë, po jo për çdo situatë. Po jetë shenjë binjakëve. Si do fare ka binjakët. Fare nuk Edhe unë kam probleme shumë me binjakët. Nuk kushtohet. Po Monika që shive çama unë ke telefonin im që ta din njerëzit. Prit. Shive çama unë telefon. Ai shumë e du, urdhë. Çfarë ti thosh Monika? Çfarë binjakët? Ja dhe unë telefoni im, ja çam Urdhë çfarë binjakët? Urdhë binjakët. Se binjakët e duan të gjithë celulari Monikës ty. Tani, iku dhe Mateo Briteo. Prima. Hati. Pa shumë e thonë se. Jo, Briteo shumë bukur, po kjo e brimës ishte kur e pas që qarkullon në shkrim. Urojmë që të ketë një çik më shumë kimi, pse jo, do donin pak një big me pak kimi se dishim për pak kimi. Nuk ka kimi në këtë big. Deri tani nuk ka dhe nuk duket. E vetmja gjë loj që do ta mbaj gjallë këtë big, them unë, parashikimi është Selin dhe Krist. Ata do bëjnë lojën me njëri tjetrin. Po bëhesh gati që dilja tek një personazh i fortë, mendoj që është Kristi. Dhe tek ajo që dje ne pa Meridiano Njëri nga ne sa po la studio. Po jo, tani i fortë edhe të kataliset. O vlla, unë kam marrë gjithë Gjesit, po ne unë kam marrë gjithë çep më shkret. Po më tash Kristi është lojtar. Po unë kam dëgjuar se po të ishte lojtar i fortë. Dhe një lojtar i fortë i futur nga dita 1 nuk pret që ti vi krusita mas një muaji. Kush krusit moj? Që s'ka asnjë dinamik. Po çao pasaq, ne mos e ngatroni dos në me këtë gjona këtu. Kam dëgjuar, nuk e di a e keni dëgjuar dhe ju, pse mua më shkruajnë shumë kështu.
sikur Të vinë Mateo Cicerina. dhe Crusita kanë pas pasur, një... po jo e kanë thënë, pastaj që jo, kanë qenë në gjithë në Kush? palestër, por Kush? nuk kanë pasur. Kush? Mateo dhe Crusita. Crusita dhe Kush? Mateo. Çka kanë bërë? kanë bërë, pra. Sikur një gjë. Kjo Po me të unë ta shkruar, kam ma thënë, kanë shkruajtur. Unë mendoj nëse një herë ka puth Brikenën, vallai, më duket se më shumë ka puth Crusitën se Brikenën. Crusita është king e kështu. Po mirë pra se... Mirë, Crusita mirë, është kopra e Ti yllit. qëndrojmë pak Është në Mateo që thjesht Mateo për mua e ka fiksim atë se ka ca Të lutem, meshkuj që dua kur ka pak- rrin diçka Dua fiksohet. pak sa të koka analizojmë kjo Kristin. njeri, kur nuk Dua ka pak të arrin analizojmë në Kristin, e nisi da Sara shumë mirë me vazhdo. këtë çështjen. Jo, e mbaroj pak a shumë, po do Në minutazhin O tim dini për të lutem, Kristin. a të Por dua duket pa- da Sara Po jo, si po ato se e tha argumentet e vetë goca për që Kristin. japin lajmet ke zjarri vetëm ta shbërthej një ato komçat. Po shtë zbërthej. Zjarr dhe S'kam zjarr. qanëzirë, sa shora 12, 13, Ne dëgjoj. me ja e zbërtheva, po çfarë do shih? Vezët vezët e Pa, nëse Tallanzës. diti, Si se dy kam kulla qa shofin Ore, ne, Ki më ose se shirë qa për mua. shofin O të zemra. tjerë. Atëherë, Kristi si lojtar, Monika, për ty është i fortë mendoj. Po, Ndryshe për mua ti është i mendon fortë. ndryshe nga Unë mendoj që Dasara. Kristi Po, ka si mua kumlla ka ai. Po le të ketë kumlla, le të ketë Vestë të dhënë. syrin e tretë e të katërt. Po syrin Po. atë rrit, syrin atë. Jeni shumë të argumentuar. Inshallah si ka vënë sy se syri 3 valla. Por duhet të dini që strumullari i gjithë asajt është Kristi. Shkon në një cep, vjen me një dyshe, tani e ka lënë se i bëri dhe këngën Selimi, tani ka lënë Selimi. Selimit. Më falës Selinin. Selinit. Tani e ka nis me këtë tjetër, pra E tumda si shkëngën. Ata këndon që këngën. Tunde, Kush ka vesh muzikë sa unë? Ja valla. Asnjë. Ase ua, ti. ura këtë këngën Si që kemi me filluan veshën? të gjithë italianët të këndonin. Jo. Ua, Gjithë Roma? mirë, Në Roma. aty ku isha unë. Ore kanë ardhur të knu ty ato pa tregosh unë ty për të bajamën e për Selimin ato. Mirë, për te shakave. Jo, dëgjoj, unë mendoj që ai është, po se s'ka, more, ju prap, tani, themi, nuk ka njeri tjetër aty ku Gjë se kaluaj dini lojën. kush jeni, jeni komentuesit më të mirë të Bigut në Shqipëri. As nuk diskutohet, po Dua- s'ka njeri dua- tjetër. Dua pak, Po dua normal pak se një s'ke analizë. tjetër tu në studi të Po tregosh s'ka, unë që të kisha nuk ka thonë njeri një tjetër. tjetër. Ai po luan, ai po intrigon, ai shkon, i fut zixat të gjithëve, duke ju futur Ziza, zixat. Zeza më e pe, Roma Po ti- vetëm ai komenton një situatë 2 sekonda, ai ka mësuar për mend vetëm atë. Po pra, Kaq. ai i futi në një Po, ai krevat ata është- të dy që ti sot po Është bo komenton. Bobbi Dhe gjithë Shansi bota po qeni. komenton. Po zemra ai ka fut pa dashme se nuk i futi se. Me dashje, pa dashje, rezuar e si futi jo. ai. Ai E futi, e për ndezi djallëzi, zjarri. Ai e boni për Po s'ka djallëzi. gjë, po loja djallëzi është, se tani E sa dëgjoj. shumë ta luajmë të Ja, lojën. bëri, Na dëgjoj, dashuru, atëre. na dashuru Sa shumë Kristi, duhen këta të dy. na Po, dashuru ne dashuru- Kristi me kryqësitën. Ajo duhet Asi në keni- atë, po po- unë dua po më kë- shumë Monikën se që do Meridian. Absolutisht, prandaj po them. Qa do ti mo? A ishte një moment në dhomën e Qa do ti rrëfimit, ky? dëgjoj. Është si puna Ama Mateus, dëgjoni. Monika. Dëgjoni. Keni pak kujt. Aja. Ishte një moment në dhomën e rrëfimit që Kristi tha, "Di si e kam unë tha mirën, tha e kam kështu si zardo." Po Kristi, po Kristi. Tani, Kristi do jenë majtë këta punë të për dy, xhep do atë jenë të këta të bëj. dy finalistë të fortë. Ja, mirë nuk e shoh kaq finalizëm. Jo, Kristi Por po kë- thot me Selinën. Po, apo jo? patjetër. Jo, Kush Kristi mo? me mirën e kishte. Ah, Kristi me O Trino, mirën. a keni Kristi sy? e Po ha. pse kush mund shkoj tjetër në finale aty? Po Ma këto mira, janë ma, rapa shumë shdrapa, se kush Kristi shkoj? e ha, Ha? e ha, Shkoj e Angelo ha, në finale. e ha. Kush do shkoj? Po, Angelo mendim- doli tani e Angelo përmendet. E ha, nuk ka. Ai nuk di të ballafaqohet, nuk di ta çojë gjën deri në fund, lojën e tij Zgjeras. deri në fund. Dhe Për Kristi është E qartë. strumullari për mua i Jo, dhe gjithë. ka Për për mua, batutën unë për shoh me- në fund fare Selin dhe vesh, Kristi. Angelo, Këta tha. të dy shoh finalistët. Po Angelo. Tani është falso, Ai- është falso Kristi. Ah, Është falso, mos e nuk ju pres dot në kështu. Është falso Po Kristi. mos na në preti larg qofsi na pret, nuk më pret dot sopa. Ama sa nuk e hedh dot kështu tash në YouTube ka drejt. Dëgjoj, e mash në YouTube e me hedhim të shumë jemi shumë të Ai është transmetueshëm. shumë mirë kështu, mos e ndërpritën. Jo, më jo fare. Ama fillova dhe ti me Është produksione. falso. Po, ja ka Ah? prerë. Dëgjoje tani se Do pyetja thonë- është për ty Do thonë Meridian. njerëzit, nuk ka qenë kështu filli mendimit, e keni prerë, E e keni bëj start pëlqyer. direkt, ta dish. Është falso Kristi në atë ndjesinë që ka për krusitën. Apo bën lojë, apo ka një Po vërtet një gjë. lojë, Unë mo. personalisht, në qenë se dua dhe unë për shumë që të jap ndonjëherë një mendim. Ha, jepe mendimin, urdhoja ku je, jepe mendimin. Por askush nuk më lë në këtë emision. Po të Mendoj lë që unë, ka- si e mendon ti, Ka për një shembull? feeling mes të dyve. Domethënë ka një ndjesi pozitive, por duke qenë se
Kristi është shumë diabolik, është shumë djallëzor nga natyra e tij, pra Të poluar. ashtu mendon dhe ashtu, është edhe ndjesinë që ka e përdor për lojë, sepse lojë ka shfuta vënë vëzhgjen jetë. në funksion të lojës, kështu që është duke përdorur atë Unë vajzën. them që Kristi nuk ka ndjesi, pikërisht është diabolik. Më kupton, domethënë, është Është një njeri ndjeshëm diabolik Kristi, që nuk ndjeshëm, është. nuk është. Jo, unë nuk Ndërsa e mendoj unë që them- është i ndërsa pandjeshëm, unë them- por unë them që qëllimi i tij është loja. Ai sa ka ndjeshmëri Selina për mirën, ka dhe Kristi për përësit. Jo, nuk ka ndjeshmëri asun, Më pëlqen. vetëm thjesht po luan. Thjesht në mendjen e Kristit është loja, strategjia. Doni që të ndroni gjakun dhe të dukeni të rinj Unë- përjetësisht. Unë e para. Të marrim gjakun. Drina. Në Ai, klinikën Eteris mund ta bëni këtë gjë sepse është trajtimi më revolucionar që po e bën gjithë Hollywoodi, nga J.Lo të gjithë. Filmojni çikte. Po patjetër, terapeutic plasma exchange. Merret gjaku nga një anë, kalohet në anën tjetër, filtrohet, të ndrohet gjithë gjaku dhe fringo i ri. Po bëhen një njeri tjetër unë kështu, se për shembull kam gjakun e një 20 vjeçari, ndërkohë që jam 48. Ndrohen dhe emocionet. Po ti do bësh 18, ti kërkon Drina, te e 18. mund të shkojmë ti bëjmë në këtë Edhe dhënë? emocionet. Eteris Clinic Day Hospital është fantastike, klikoni në linkun që keni edhe poshtë ekranit. Ore, mund të shkojmë ti bëjmë në këtë gjërat? Urdhë? Mund të shkojmë ti bëjmë ne? Patjetër, Gjiroj që te pjesës të patjetër, thotë po, patjetër. se Të i gjitha. Gjergamin i nxjerr. Të gjitha, vetëm se nuk e dia do dali gjak, domethënë se kështu si. Mu! e bë. Ma kanë bu gjakun uj, sidomos e deklarat e Kristit për krysitë më ka bu gjakun uj. Iti çpu me duhet, ti si shpërthen direkt. E mbyllim, no, jemi afër mbylljes, po me një personazh që ka të shmendur bigun, Rogerti. Nëse unë s'du fare të Komentosh. flas për këtë, sepse Mirë, sa është sjelljet ngjarje e e ti mirë. më duken Ja. aq vulgare sa do Po që problemin ky. e Rogertit nuk e kam vetëm tek mënyra se si qaset e gjithë. Po. E kam tek ignoranca. Zinjo. Është tmerrsisht ignorant. Dhe ignoranca është më e rrezikshme se sa Të gjithë këto gjëra që Ndërsa- se do. për Kristin është diabolik, po nuk është i rrezikshëm Kristi sepse ka inteligjencë dhe ka formim dhe ka kulturë, kurse ai është i rrezikshëm sepse ai shumë gjëra nuk e di, Çdo të është pse çfarë? sepse ignoranti kur ta bën të keqen nuk është as i ndërgjegjshëm për të keqen që po të bën. Dëgjoj. A, e kuptova. Ma- Ndërsa unë do shikoj pak me sy ndryshe. Mënyra se si interpretoj dje njohjen me Selinin, në mënyrë direkte. Pra që kur pas ka hyrë, ato indicit që i ka thënë dhe unë mendoj që është shtyr nga tezja Selin, që t'i thotë Selin s'largohu nga miri. Edhe ai ishte mundu gjatë gjithë kohës, unë mendoja se po bën një lojë, siç bëri lojë me Loren, që i Tezja. thoshte që po, Po se E ka se- thënë Rogerti? po, sepse po, e tha. bashortja Rogertit Është ishte që në shoqe. një shkollë dhe jetonin afër dhe ishte shumë shoqe e tezës Selinët. Jo shumë shoqe, po ishin të Dhe ky njohura. gjithkohës i thoshte që un jam babai i filanit, për Që ti jepte të njohur, saj. domethënë sepse kishin folur dhe në kamerë me njëri tjetrin. Dhe ti du ta bësh lojën vetëm pa mirë, ti je më Skepse. fort. Dhe unë mendoj që këto janë direktiva që Selin si kanë ardhur që nga dita 2 nga familjarët e saj. Pra Selina si bie që kanë dhënë vetëm informacione gjithë kohës. Pa fund, vetëm e kanë çakur Mirë, E kjo kanë është e nxjerrë vërtetë nga që Selina sistemi, si si vjen, thua, po përsëri ajo për mua është E ka të gjatë në shtëpi Rogerti? Rogerti është domosdoshme e Tani keqja asaj patjetër. shtëpie. unë them patjetër sepse A rrezikon Ina dhe Rogerti, më fal, Monika, në daljen e radhës e Jo kanë shtëpi. more, Qina Ina, doli. Ina E bëri ikën. dhe bukur Seli dhe Kur Selina e doli? bëri kastile. Ina iku. ikën Ina. Del do me thënë po Po se dia ka biletin, a ka? Të gjithë e thanë dhe ata, e thanë dhe banorët, të gjithë banorët. Do me thënë javës tjetër Delina. E tha Selina, e tha shumë bukur, tha po hiç gjelën, tha me këtë rast Delina. E tha ajo qëllimi E im që kalkuloi nga ajo. dita e parë deri sa shfutur Ina është ta nxjerr. Po, Dhe po, në po, fakt, shtëpia, po të dëgjoj. lilte Gretën, Dilte do Greta. t'ishte e rrezikuar. Po, Edhe po, Greta. patjetër. Më bëri të shtëpia dhe Po, Stelina, një lojtare që kemi Jo se Greta nënvlerësuar. nuk është e Një rrezikuar. lojtare se që Greta- kemi nënvlerësuar disi dhe kemi vendosur të shkëputur nga gjithë pjesa tjetër, Stelina. E kemi vendosur, Ço ta mbyllim? po, Edhe për ky pak. si Angelo Mrom, kush mendon se e fiton Stelina? Mo E, pse? po, Dëgjoj, për aty e kuptova unë ç'bën Se ka ai dalë që jashtë, rinte e kuptova se ka brenda. dalë Dëgjoj, jashtë. Stelina është bërë tim miri dhe po Tim kryen mirë, sa dëgjoj koalicione, mua. domethënë. Bigu çfarë do historikisht S'është ka tim treguar ajo, që kush afrohet afër një lojtari të fortë, Deli bëhet? atë. Kush e jashtë. fiton Tim, Big Brother? Se- tim se është një s'ka gjë, tim. tim është një gjë sepse afër është Dëgjoj, dhe pash dje- Selina. pash dje Por një ajo video. është vendosur Lider, si Selina ushtar. është lider, jo, Pash dje një Nuk video. ka tipare, Selina nuk ka është lider. tipare luftarake Nuk Selina. ka lidhje si me Stelina. Dëgjoj, pas dhe një video të Stelinës me Mirin. Ishte shumë afrimitet dhe ishte shumë një marrëdhënie e re e konsoliduar që po Po një Po që sepse ato janë jashtë. njohura që dakor, jashtë. pra po zhvillonin shumë brenda. Okej, se
Po më shikoni me 6 sy shumë të çuditshëm. Po 6 kemi në dyno. Tani. Dua ta mbyll me një pyetje që ekzistenciale besoj. Me një pyetje të bukur. Më kuriozon shumë. Në këtë pikë të lojës, kush është fitues për ju? Unë e kam thënë, Selin. Selin. Seno. Seno. Të Seno, po i është bashkojnë djegur. me grunë.